Elizabeta dhe burri i saj Henry ishin në repartin e maternitetit të qendrës mjekësore për të mirëpritur vajzën e tyre në botë. Pas muaj shpritje, kishte një ndjenjë emocioni dhe nervozizmi në ajër, ndërsa kontraksionet intensifikoheshin. Mary Johnson lindi në orën 7:30 të mëngjesit me flokë të trasha të errët dhe tipare delikate. Megjithatë, mjekët punëre se gjuha e saj ishte jashtëzakonisht e madhe dhe dilte nga goja, gjë që ngriti shqetësime. Dr. Rachel Carter, një pediatre, e diagnostifikoi Maryn me sindromën Beckwith-Wiedemann, një çrregullim i rrallë i rritjes që mund të shkaktojë probleme të tilla si vështirësi në frymëmarrje, probleme me ushqyerjen dhe një rrezik në rritje të kancerit në fëmijëri. Pavarësisht frikës së tyre, Elizabeta dhe Henry u ndjen të lehtësuar kur dëgjuan klitmën e parë të vajzës së tyre, e cila përfaqësonte jetë dhe shpresë. Prindërit e ri dëgjuan me vëmendje ndërsa mjekët shpjegonin rreziqet e lidhura me gjendjen e vajzës së tyre, zemrat e tyre të rënda nga frika dhe vendosshmëria. Lajmi erdhi si një shok për ta, por kur shikonin fëmijën e tyre, kaq të brisht, por plot jetë, vendosshmëria e tyre u forcua. Mary kaloi javën e parë të jetës së saj në njësinë e kujdesit intensiv, një botë me ndriçim të butë dhe zhurmën e vazhdueshme të pajisjeve mjekësore. Mary kishte vështirësi të frymëmarrjes, sepse gjuha e saj e zmadhuar ishte intubuar dhe një tub u fut në rrugën e saj të frymëmarrjes për ta ndihmuar të merrte frymë. Një tub ushqyes u përdor për të siguruar ushqimin pasi vajza e vogël nuk mund të thithte për shkak të gjendjes së gjuhës së saj. Pavarësisht mjedisit steril dhe shqetësimeve të vazhdueshme që i mundonin, Elizabeta dhe Henry mbetën besnik ndaj vajzës së tyre. Ata mësuan në ndërlikimet e kujdesit për të, shënuan çdo detaj të vogël dhe vuan gjithë dashurinë e tyre në çdo përpjekje dhe fjalë të pëshpëritur. Kur fëmia më në fund u lëshua nga njësia e kujdesit intensiv, familja Johnson u bë një shtëpi e sigurt dhe e dashur për Maryn. Sytë e saj, të ndritshëm dhe plot kurreshtje, ndiqnin prindërit e saj rreth dhomës me duart e saj të vogla shtriheshin për të kapur gishtat e tyre. Megjithatë, gjuha e Maryt e bënte të vështirë frymëmarrjen, duke bërë që krahërori i saj i vogël të ngrihej dhe të binte me përpjekje dhe e bënte ushqyerjen një luftë të vazhdueshme. Në moshën 6 muajshe, kjo vajzë e vogël ju nënshtrua operacionit të saj të parë për të hequr një pjesë të gjuhës së saj në ndritimin e Dr. Carter, e cila kishte shumë përvojë. Procedura ishte e suksesshme dhe për një kohë të shkurtër jeta e saj dukej më e lehtë. Frymëmarrja e Maryt u lehtësua, fytyra e saj u relaksua dhe shqetësimi i vazhdueshëm që kishte mjegulluar mendjet e prindërve të saj u zhduk, i zavenesuar nga një shkëlqim shpresë. Por sëmundja si një baticë e pashmangshme refuzoi të tërhiqej plotësisht. Pas disa javësh gjuha e Maryt filloi të rritej përsëri, ngadalë në fillim, pastaj me një ritëm alarmant. Prindërit e saj u ndjen të humbur dhe nuk dinin nga të drejtoheshin, kështu që vendosën t'i bashkoheshin grupit mbështetës të Beckwith-Wiedemann. Ishte një lehtësim për ta të flisnin me familjet e tjera që përballeshin me probleme të ngjashme. Komuniteti i mbështetës dha këshilla dhe mbështetje të paçmuara kur prindërit e ri kishin nevojë. Gjatë një kontrolli rutinë në prill të vitit 2016, një ultratingull zbuloi një tumor të vogël në mëlçinë e Maryt. Lajmi ishte shkatrues, por Dr. Charles Davis, një onkolog pediatër, ju bashkua ekipit të tyre dhe zhvilloi një plan trajtimi për të kontrolluar dhe menaxhuar tumorin. Rruga përpara ishte e pasigurt dhe kurthe të mundshme i prisnin në çdo hap. Megjithatë, Elizabeta dhe Henry refuzuan të dorëzoheshin. Të nxitur nga dashuria e tyre për Maryn dhe të mbështetur nga komuniteti, ata shikonin drejt së ardhmes me një përzierje vendosshmërie dhe nervozizmi. Ata luftuan për të përballur lajmin e tumorit të mëlçisë dhe jeta e tyre u bë një akt balancues. Ata ishin të kënaqur të shihnin hapat e parë të Maryt dhe të dëgjonin të qeshurat e saj, por ata gjithashtu duhej të merreshin me vizita të shpeshta tek mjeku, skanime dhe mundësinë e afërt të kimioterapisë. Ideja e trajtimit të kancerit shtonte edhe më shumë vështirësi në rrugën e tyre tashmë të vështirë. Ishte tronditëse të mendonin për vajzën e tyre të vogël që kalonte nëpër efektet anësore të rënda të kimioterapisë dhe pavarësisht të gjitha vështirësive, dashuria e tyre për Maryn rritej më fort çdo ditë. Ndërsa dëbora e parë e dimrit preku butësisht tokën, familja Johnson u përgatit për një ngjarje të rëndësishme. Foshnja e tyre, Mary, tani 1 vjeçe,
ishte gati t'i nështrojë një operacioni të dytë për të hequr një pjesë të gjuhës së saj. Ata kishin shumë për të menduar para se të merrnin këtë vendim, të peshonin rreziqet, përfitimet dhe shpresën për një jetë më të mirë, por në të njëjtën kohë të ishin të kujdesshëm për çdo ndërlikim. Atmosfera në zonën e pritjes së repartit kirurgjikal ishte tepër e tensionuar. Elizabeta dhe Henry ishin qartë të shqetësuar dhe përqafuan njëri tjetrin fort për të qetësuar njëri tjetrin. Fjalët e Dr. Carter i qetësuan pak, por tensioni ishte ende i prekshëm. Operacioni ishte i gjatë dhe i ndërlikuar, dhe dhoma e pritjes ishte i qetë përveç lutjeve të rastit të thëna në një pëshpëritje. Në fund, kur Dr. Carter u shfaqi me një buzëqeshje në fytyrë, lehtësimi ishte pothuajse i prekshëm. Operacioni i suksesshëm ishte një fitore shumë e nevojshme pas orëve të gjata të pasigurisë dhe pezullisë. Ditët në vijim kaluan në një atmosferë shërimi dhe optimizmi të kujdesshëm. Mary, fytyra e së cilës nuk ishte më e shtrembëruar nga gjua e saj tepër e madhe, dukej se rrezatonte një paqe të re. Ajo filloi të merrte frymë më lehtë, me tingujt e butë të frymëmarrjes së saj tingullonin si melodi në veshët e prindërve të saj, dhe pastaj një ditë ndodhi një mrekulli. Mary buzëqeshi nuk ishte një buzëqeshje e plotë, por thjesht një dredhje delikate në qoshët e buzëve të saj, e mjaftueshme për të treguar se sa e lumtur ishte ajo. Në atë moment, pesha e vitit të kaluar dukej se u ngrit, e zavendësuar nga një valë shprese dhe premtimi i një të ardhmeje më të ndritur. Buzëqeshja e Merit ishte një simbol i frymës së saj luftarake që i ndihmoi ata të kalonin kohët e vështira. Në të njëjtën kohë, një shkëlqim shprese u shfaqi nga ana tjetër. Dr. Davis ndau lajmin me një nuancë optimizmi në zërin e tij se tumori i mëlçisë së Merit kishte filluar të zvoglohej. Plani i trajtimit funksionoi, duke lejuar ata të kapërcenin frikën që i kishte munduar për muaj të tërë. Dhjetori, një muaj shpesh i lidhur me frymën festive, u bë një pikë kthese në jetën e tyre. Operacioni i suksesshëm dhe lajmi pozitiv për tumorin shënuan fillimin e një kapitulli të ri. Një me më shumë shpresë dhe optimizëm të kujdesshëm. Pas operacionit të suksesshëm dhe zvoglimit të tumorit, familja Johnson filloi të ndjente një ndjenjë normaliteti. E lirë nga kufizimet fizike që i kishin penguar, bota e Merit u zgjerua përtej vizitave tek mjeku dhe ndërhyrjeve mjekësore për të përqafuar gëzimet e fëmirisë. Ajo filloi të shihte një terapiste të folurit për të ndihmuar ta kapërcente pengesën e saj në të folur, dhe përpjekjet e saj dhanë fryte kur ajo tha qartë fjalët mama dhe dada për herë të parë. Kontrollet e rregullta me Dr. Davis sollën lajme të mira. Tumori i mëlçisë, i cili dikur kishte qenë kërcënues, u zvoglua gradualisht, duke u bërë një gjë e së kaluarës. Në fund të vitit 2018, u njoftua se ajo ishte zhdukur plotësisht dhe fitoria u festua me lot gëzimi dhe një ndjenjë të thellë mirënjohjeje. Prindërit e saj të përkushtuar vazhduan të merrnin pjesë në takimet me grupin mbështetës, Bequith Videman, duke demonstruar dëshirën e tyre për të ndihmuar familjet e tjera të kapërcenin të njëjtat vështirësi që ata tashmë i kishin lënë pas. Në fakt, ditët e Merit tani ishin të mbushura me të qeshura në parashkollor, gëzimin e bërjes së miqve të ri dhe mrekullinë e zbulimit të botës rreth saj. Sot, kjo vajzë e vogël e veçantë duket si çdo fëmijë tjetër dhe prindërit e saj janë tepër të lumtur. Të dashur shikues, a dinit për sindromën BVS? Dhe çfarë vështirësish keni kapërcyer ju në jetën tuaj? Ju lutemi na tregoni në komente, dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë bëni like dhe abonojeni në kanalin ton. Mirupafshi.